Tetova nuk është thjesht një komunë, ajo është qendër politike, pasi në të ka nisur lëvizjet politike të shqiptarëve. Betejë për fitoren e kësaj komune fiton pesh kur dihet se në garë është një kryetar partie, kreu i lëvizjes Besa, Bilal Kasami, i cili në logon e vlenit garon për mandatin e dytë, dhe nën kryetari i BD-s, partisë më të madhe të koalicionit Aleanca Kombëtare për Integrim, Bajram Rexhepi. I ftuari i parë është Bilal Kasami, kandidat i koalicionit Vlen për Tetovën. Zoti Kasami, mirë se erdhët në Alsat. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Zoti Kasami, numëroni së paku 3 projekte që i keni premtuar në mandatin e kaluar dhe që i keni realizuar. Fillimisht, unë do të koncentrohem në 3 çështje të cilat vlerësoj si janë të rëndësishme për qytetarët, sepse për projekte nuk mund të përcaktohen për 3 sepse janë shumë të realizuara. Unë do të vlerësoj që ajo që ka qenë për mua më thelbësorja ka qenë konsolidimi financiar i komunës. Komunën e Tetovës e gjeta në një gjendje të mjerueshme financiare me 24 milion euro borxh, e bllokuar nga të gjitha anët dhe pa një perspektivë të realizimit të obligimeve të saj ditore. Për borxhin do flasim edhe pak më konkretisht. Pastaj hapjen e komunës ndaj qytetarëve. Komunën e gjeta të mbyllur totalisht ndaj çdo hyrje dalje të qytetarëve për të zgjidhur problemet e tyre, dhe sot komuna e Tetovës është ndër komunat më të hapura, më transparente, me mbledhje të Këshillit Komunal online, ndoshta mund të jetë vetmja komunë në Maqedonisë të Veriut që mbledhjet e Këshillit Komunal përcjellen drejt për së drejti nga votuesit, nga qytetarët. Një herë në muaj kam takime të hapura me qytetarët dhe gati çdo ditë nga ora 8 kur unë shkoj në komunë, më takojnë qytetarët dhe i bisedojmë problemet e tyre dhe zgjidhim problemet e tyre. Pra një hapje totale e komunës ndaj qytetarëve. Dhe e treta, pa që rëndësishme për mua, që është më shumë se një projekt, është konsolidimi i ndërmarrjeve komunale të komunës së Tetovës, të cilat ofrojnë shërbime ndaj qytetarëve. Duke nisur pra nga një ndërmarrje me 10 milion euro borxh ndërmarrje komunale të Tetovës, sot kemi 3 ndërmarrje komunale të cilat ofrojnë shërbime ditore për qytetarët, për pastrimin e qytetit, për furnizim me ujë dhe gjithçka që ka të bëjë me shërbimet. Dhe ajo që është me rëndësi, unë e gjeta komunën e Tetovës me ndërmarrje të cilat me 3 muaj më shumë nuk pagonin pagat për punëtorët e tyre, dhe sot nuk ka punëtor në komunën e Tetovës që i merr pagën me vonesë. Numëruat atë që keni arritur të bëni, thoni, pse qytetarët duhet të besojnë për herë të dytë ju ta menaxhoni komunën e Tetovës? Sepse 4 vite ishin të mjaftueshme për të stabilizuar komunën, për të kthyer në binar institucionet komunale, dhe se tani më na duhen edhe 4 vite atë që ne e vlerësojmë si kapitullin e dytë për Tetovën, për t'i dhënë hov zhvillimit. Dhe ajo që është me rëndësi që projektet e mëdha kapitale fillimisht kërkojnë dokumentacion bazë që pastaj të realizohen në terren. Dhe ne këtë kërkojmë për shumë projekte kapitale për Tetovën që kanë të bëjnë me arsimin, që kanë të bëjnë me infrastrukturën, që kanë të bëjnë me sportin, që kanë të bëjnë me përmirësimin e jetës së qytetarëve të Tetovës. Ju kërkova të tregoni 3 projekte që keni realizuar, thatë janë shumë dhe nuk mund t'i ndani, po a mund të na tregoni 3 projekte që nuk keni arritur të realizoni? Po edhe këtu nuk pretendoj që kam realizuar gjithë programin tim, dhe këtu ajo që më kritikojnë oponentët sigurisht që ka domethënë elemente të programit që nuk janë realizuar, mirë po këtu unë duhet të potencoj që në bazë të vlerësimeve të mia, sepse kam edhe raportin e realizimit të programit, për herë të parë një kryetar komune del me një raport për 4 vite çfarë është realizuar gjithë në bazë të ofertës programit që kemi pasur, por ajo që është me rëndësi që është dashur që unë të bëj një vlerësim të asaj se si do të shkoj më tutje, do të konsolidoj komunën aspektin financiar apo do të realizoj programin tim. Pra ishte pamundur që unë të realizoj 100% programin, sepse kam qenë i bllokuar, kam qenë me 24 milion euro borxh, dhe unë për këtë mandat kam përgjithësuar borxhin. Me ata parat që kam paguar borxhin e paraardhësme të mi, unë garantoj që programin tim do ta kisha realizuar jo 100%, po më shumë se 100%. Para se t'ju pyes për borxhin, sa është buxheti i komunës të Tetovës dhe sa prej tyre shpenzohen për pagat të punësuarve në komunë? Po edhe këtu vlerësoj që komuna e Tetovës ka një performancë ndoshta më të mirat në gjithë komunat e Maqedonisë të Veriut. Kam gjetur komunën me 27 milion buxhet vjetor, nga të cilat mbi 80% shkonin për shpenzime ditore, paga, rrim, ujë dhe harxhime tjera për funksionim normal të një institucioni, dhe sot komuna e Tetovës e kemi me një buxhet dikund rreth 50 milion euro. Pra është gati dyfishuar, dhe ky dyfishim
ka të bëjë me rritjen enorme të investimeve kapitale. Pra sot, Komuna e Tetovës e ka gati 20%, dikun 25% të buxhetit të saj që shkon për investime kapitale. Përmendën pak më herët sa ka qenë borxhi kur keni ardhur në krye të Komunës Tetovës, sa është tani borxhi i komunës dhe për çfarë janë shpenzuar? Për llogaritjet e fundit që i kemi bërë të borxhit të komunës me gjitha institucionet, ndërmarrjet komunale, shkollat dhe gjithë që janë themeluar nga Komuna e Tetovës është dikun 15 milion, pra nga 24 milion që ka qenë në fillim të marrjes së mandatit. Sa është numri i të punësuarve në Komunën e Tetovës dhe ka partizim në procesin e punësimit? Edhe këtu ka qenë një ndër, do kisha thënë, prioritetet e mia, konsolidimi i administratës së komunës, sepse gjeta komunën në një administratë të çorientuar, në një administratë ku gati gjysma të punësuarve me vendim dhe me kontratë nuk vinin në punë. Unë kam gjetur gati në gjysmë të mandatit tim, kam zbuluar që kish një punëtor që ishte i punësuar me vendim, i cili punonte jashtë në gurbet në Gjermani. Pra, sot Komuna e Tetovës nuk ka më shumë të punësuar se sa që e kemi marrë komunën kur kemi ardhur në krye të komunës, pra flas për të punësuar në bazë të sistematizimit me vendim të përhershëm dhe vendim të përkohshëm. A kanë mandatin tuaj të punësuar dhe ndonjë shef sektori, drejtor, shkolla apo ndonjë ndërmarrje publike lokale që nuk është antar i partive të vendit, kundërshtarët politik ju akuzojnë se keni punësuar qindra aktivist partijake me kontratë në vepër dhe në fakt ata kryejnë detyra partijake dhe jo komunale. Unë mund t'jap shumë shembuj të tillë. Do ta përmend emrin e njërit, domethënë jo emrin, po pozitën e njërit, ka qenë shefi financave të komunës, sot është zavend shef i pashtu një sektori. Pra, në Komunë të Tetovës nuk ka pasur revanshizëm politik. Çdo kush që ka dashur të vazhdoj të kontriboj, aty është. A ka në vitin 2025 Tetova probleme ujin e pishëm, zoti Kasami? Shqyoni, nuk mund të pretendoj që e kam zgjedhur 100% këtë problem, por se ka përmirësime, kjo është pa diskutim. Tetova më nuk ka vonesa të furnizimit me ujë apo me ditë, me javë të tëra, lagje të tëra të mos kenë furnizim me ujë. Sot, pra mund të ketë në periudhë të caktuar brenda ditës mos ketë furnizim me ujë, por ekipet e ndërmarrjes komunale Shari intervenojnë në afat rekord dhe ata probleme po përmirësohen. Ajo që është me rëndësi për herë të parë Komuna e Tetovës po bën përmirësimin e rrjetit të ujësjellësit në bazë të një plani, master plani për ujësjellësin e qytetit. Pra, misioni im kryesor ka qenë që intervenimet dhe përmirësimin e furnizimit me ujë ta bëjnë në bazë të një studimi të përgatitur këtë rast nga Fakulteti Ndërtimtarisë në Shkup dhe sot çdo investim dhe intervenim që bëhet në rrjetin e furnizimit me ujë bëhet në bazë të këtij dokumenti strategjik. Si e keni zgjidhur çështjen e parkimit në Tetovë? Çështja e parkimit është po ashtu një çështje komplekse. Ne nisëm me një taktik, do kisha thënë fillimisht, të përmirësimit dhe të rritjes së numrit të vend parkimeve hap pas hapi dhe me këtë taktik 2 vitet e para ne arritëm të trefishojmë numrin e vet parkimeve, por e pam që nuk është kjo zgjidhje dhe duhet një zgjidhje gjithëpërfshirëse. Siç është problemi kompleks, duhet edhe një zgjidhje komplekse. Prandaj ju përveshëm punës angazhuam një institut me renome ndërkombëtare siç është INSI nga Kosova, të cilët po përpilojnë planin e mobilitetit me të cilin ne do të zgjidhim çështjen e parkingit dhe do të zgjidhim çështjen e lëvizshmërisë në Tetovë. Pra, ne sot në kuadër të planit mobilitetit gjetjet paraprake janë që ka dikund rreth 12.000 parkinge në Tetovë dhe nga momenti kur do të identifikojnë gjithë këto lokacione, do të bëhet investimet e nevojshme që këto vend parkime të jenë në shërbim të qytetarëve dhe ajo që është me rëndësi që për herë të parë Tetova do të ketë një trase të veçantë për transportin publik që nis nga Universiteti i Evropës Juglindore, shkon deri në qendër, nga qendra kalon tek bulevardi Bllakoj Toska dhe shkon deri tek stadiumi. Me këtë do ta zgjidhim një herë përgjithmonë çështjen e transportit publik efikas në shërbim të qytetarëve dhe transporti publik do të jetë gratis për qytetarët e Tetovës, me çka do të kontribojmë edhe për zvoglimin e problemit me parkimin në qendër të qytetit dhe do të kontribojmë në uljen e ndotjes së ajrit. Shkurt, si grumbullojnë mbeturinat dhe a ka deponi integra? Po edhe këtu unë vlerësoj që Tetova është një ndër qytetet më të pastërta për këto 4 vite. Kemi një ndërmarrje private e cila në bashkëpunim me Komunën e Tetovës sot menaxhon me mbeturinat komunale dhe përderisa para se të vi unë Tetova ishte potencialisht në rrezik
për të pasur ndonjë epidemi, sot Tetova po them që është qyteti ndër më të pastërt. Ndërmarrja sa vërmaher bën grumbullimin çdo ditë dhe në mënyrën më të mirë të mbeturinave, të punësuarit marrin rroga 2 fish më shumë se që kanë marrë më herët, janë të gjithë me kontribute të paguara, me kushtet më të mira që mund t'i ketë një punëtor i një ndërmarrje komunale, dhe sot Tetova po furnizohet me ujë të pishëm, pastrohen rrugët, lahen rrugët dhe gjithçka që ka të bëjë me një qytet evropian. Për fund, jemi në sekondat e fundit. Kur do të përfundoj stadiumi i qytetit dhe sa do të kushtoj, prej ku do t'i merrni parat për ta ndërtuar? Stadiumi i Tetovës është një ndër mega projektet të cilat po realizojmë. Do të kushtoj bashkë me di stadiume tjera të qendra sportive dhe një në fshatin Saratin, dikun të jetë rreth 10 milion euro. Në vitin 2027 Tetova do të ketë një stadium me kushtet e UEFA-s për të luajtur lojra ndërkombëtare. Ku do i merrni parat? Kaluan minutazhin, po të shkurt. Janë të cilat do sigurohen nga buxheti i komunës Tetovës. Zoti Kasami, faleminderit që ishit në Elsat. Ishte një kënaqësi, faleminderit edhe juve. Ne vazhdojmë më tej.